komunat, por jo vetëm Rahoveci, janë të shumta komunat që sipas Asociacionit të Komunave të Kosovës po varfrohen pikërisht për shkak se po ju merren parat nga investimet kapitale për të paguar mësimdhënësit që tashmë e kanë dërguar shtetin në përmbarem, në përgjykata dhe në përmënyrat të tjera ligjore për të marrë atë që ju takon me kontratën kolektive. Po ulem këtu, faleminderit zotri Ibrahim Qemeni. Përshëndetje Rajmonda, faleminderit. 2.8 milion euro Rahovecit, sa parat të tjera u janë marrë komunave të tjera? Po, për këto 3 muajt e parë, do të thonë rreth 31.6 milion euro. Filloj me komunën e Prizrenit, mbi 12 milion euro, pastaj është Rahoveci 2.810.000, Voshtria 2.091.000, Ferizoj 7.380.000, Vitia 906.000 rreth, Lipjani 571.000, Prishtinës 1.614.000, Malishevës 552.000, Deçanit 1.440.000, Gjakovës 800. Se atë shumë në Deçan, një komunë e vogël, sepse tek Prishtina mund të kuptohet është ka shumë shkolla, por në Deçan? Neve po shpresojmë që ky trend do të bije, se tash këto landë përmbarimore janë ekzekutuar në janar, për muajin janar, dhe më tonën që ka mundësi këto janë grumbulluar edhe gjatë vitet të kaluar. Mirë po, në përgjithësi, mjetet financiare cilat po i miren komunave, pa drejtësisht, me plot goje thonë pa drejtësisht, po ndikojnë në mos zbatimin e shumë projekteve, sidomos në investime kapitale. Unë i kam shënimet për secilën komunë për vitin e kaluar. Dhe derë që vetëm vitin e kaluar, nga vendimet gjyqësore, komunave ju kanë marë mbi 126.617.000 euro. Pra ka rënje këtë vit? Vitin e kaluar. Por është komplet viti, jo vetëm 3 mujore. E në 3 mujorin e parë? Në 3 mujorin tash i kam statistikat për secilën komunë, nuk i kam ndonë basa 3 mujore për shkak të emisionit tash ta kam kumulativen, po vetëm një shifër interesante është që nga këto mjete financiare, mbi rreth 93 milion euro ju në marë vetëm për investime kapitale. Do thonë që në përqindje bje rreth 38% nga mjetet e planifikuara vitin e kaluar për investime kapitale. Do thonë vitin e kaluar për investime kapitale kanë qenë para për komunat rreth 246 milion, pra ju kanë marë rreth 93 milion euro. Nga shuma totale, nga 126 milion euro, do thonë derë që rreth 73.5% ju kanë marrën mjetet financiare nga investimet kapitale. Kontrata kolektive ka impakt të drejt për drejt në këto mjetet financiare, po ka edhe tërthorasi. Pse po e thamë edhe tërthorasi? Ka ndodhë që, për shembull, një projekt kapital, i cili ka kushtu 1 milion, 2 milion, apo më pak, apo më shumë, tjetë i zotuar në bugjetin komunal. Operator ekonomik ka filluar të zbatoj apo e ka përfunduar. Dhe ato mjetet financiare, thesari ja ka marrë komunës dhe normal si operator ekonomik pastaj e ka padit në gjykat dhe aty ka shku 25 deri 27% kostoja shtesë. Ju thatë komunat po varfrohen? Po, janë duke u varfruar dhe trendi i varfrimit është duke vazhduar, sepse vetëm nëse në 3 mujorin e parë ju kanë marrë mbi 31 milion euro, do më thonën nëse vazhdon ky trend, bie që në fund të vitit shkoj shuma rreth 120 milion euro. Po, përafërsisht, se tash në fund të vitit neve çdo 3 muaj i mbledhim shënimet nga komunat dhe po derë që trendi është duke vazhduar. Kurse zgjidhje nuk ka. Çka është edhe një fakt me rëndësi mu cek këto është që nga këto mjetet financiare, nga 126 milion euro, nëse derë që rreth 27% e këtyre mjeteve miren për shkak proceseve përmbarimore, avokatëve tjera, derë që rreth 34 milion euro kanë shku kushtimisht në gjepat e përmbaruesve dhe avokatëve dhe procedura gjyqësore. 34 milion euro nga komunat? Po, do në to ju kanë marrë mjetet financiare, po këtu nuk kanë shku të kontratat kolektive në atë kuptimin, se këtu ka dhe përveç kontratave kolektive, ka dhe vendime tjera. Po këtu, do në to nëse është kjo 27% që është e sakt, që shka në gjepat e përmbaruesve dhe avokatëve, nuk patojnë pa drejtësisht, se ata i respektojnë procedurat ligjore. Mirë po kemi vrejt tash, kur e patëm takimin e fundit, me drejtor komunal të bugjetit, dhe drejtorin e bugjetit Kosovës, dhe drejtorin e thesarit, po derë që edhe përmbarues për shembull nga një lëndë e cila kushton 2.05 cent, i shkon lënda përmbarimore me qindra euro.
dhe në komunën e Prizrenit, për shembull, kanë filluar që atë përmbarues e kanë padit në gjykatë sepse ai merr i ndal land dhe normal që fiton parë më shumë. Neve si asociacion e kemi dërguar një letër. Nëse na shpjegon pak më shumë. Nëse jo, për shembull 4 mësimdhënës apo 5, në vend që ta bëj një lëndë të tërë për gjithë ata mësimdhënës, ai shkon i ndal land dhe normal që kostoja rritet, po benefitet për veti ai ka më të mëdha, po. Dhe për këtë arsye kemi dërguar një letër ODS përmbaruesve, ODS avokatëve, kemi njoftuar edhe thesarin që nëse zbulohen përmbarues të tillë, atëherë normal që komuna do të procedojë në gjykata. Domethënë që të dakordohemi që duhet buxheti i shtetit të ruhet, sepse paraja publike është edhe në nivel lokal dhe nivel qendror. Edhe pse niveli qendror një herë për një herë as tash, po as në vitet e kaluara nuk i ka interesuar fare kontrata kolektive sepse e kemi ngritur. Por a do duhet mësimdhënësit që këta bëjnë, ju po thoni që ankesën e bëjnë në bashk 4-5 persona? Jo, s'me bëjnë bashk. Pra tani e bëjnë daras, të gjithë? Jo, po shikoni çka është, se në bashkëbisedim me kryetarët e komunave, po shihet që avokat shkojnë te mësimdhënësit, i marrin informatat dhe lëndë nuk i dorëzojnë si më herët për një grup të mësimdhënësve, po i ndajnë lëndë. Dhe kjo po i rrit kostën. Normal se po e rrit kostën. Dhe kemi dërguar edhe ODS avokatëve letër, ata nuk janë përzigjur, oda e përmbaruesve është përzigjur dhe na ka kërkuar neve si asociacion që nëse kemi raste të tilla ti dorëzojmë në odën e përmbaruesve dhe këtë veprim do ta bëjmë. Tash komuna e Prizrenit vetëm se ka iniciuar ndaj një përmbaruesi të një komune tjetër të anës Ana Moravës, i cili ka shkuar në Prizren të veprojë, ka proceduar lëndën në gjykatë dhe do shohim rezultatin. Pra, po thoni që këtë situatë po e shfrytëzojmë përmbaruesit? Edhe avokatë edhe përmbaruesit, mirë po tash shikoni, nuk hymë në detaje na ka procedurat ligjore, ata ligji i saktëson se çka mund të bëj përmbaruesi dhe çka mund të bëj avokati. Dhe sinqerisht edhe neve si asociacion edhe si kryetarët komunave dhe komunat si të tilla nuk janë dhe nuk kanë qenë kundër kontratës kolektive. Në to se drejtat e punëtorëve dhe kryetarët e komunave janë pro që punëtorët të kenë të drejtat e tyre në bazë të standardeve evropiane. Mirë po jemi kundër që padrejtisht kontrata kolektive pa nënshkruar nga komunat, mjetet financiare po i mirën komunave. Dhe kjo është një shumë jashtëzakonisht e madhe. Unë dje kam pas rastin të bashkëbisedoj me disa kryetarët komunave rreth kësaj teme dhe pothuajse që janë para kolapsit total. Nëse për shembull kryetari i Rahovecit pas ka teksuar që i ka 5-6 milion për investime kapitale dhe nëse në 3 mujorin e parë ju kanë marrën 2.8 milion euro, cilat projekte mund t'i realizojë ato? Nëse komunës së Prizrenit ju kanë marrë 3-14 milion euro vetëm në 3 mujorin e parë, cilat projekte kapitale mund t'i zbatojë? Dhe për gjitha këto, niveli qendror është në dieni. Po këtu nuk e kemi hallin vetëm me nivelin qendror, po e kemi edhe me gjykatën komerciale. Gjykata komerciale që nga viti 2021 nuk është duke i shqyrtuar kërkesat e komunave për reimbursimin apo kthimin e mjeteve nga niveli qendror, sepse ata kanë nënshkruar kontratën kolektive tek komunat dhe janë me 100 milion euro. Dhe gjitha këto 100 milion euro, Raimonda, është dashur në shumicën absolute të rasteve të përkthehen në investime kapitale, në projekte ku do të përmirësohet jeta e qytetarit. Nuk janë duke i marrur vetëm nga kategoria për investime kapitale, kemi kategoritë për madhra dhe shërbime, për shembull rreth 12 milion euro komunës së Prizrenit ju kanë marrë nga kategoria madhra dhe shërbime. Do të thonë, ndoshta do të vijë një ditë që komuna e Prizrenit nuk do të ketë mjete financiare t'i paguajë rrymën për ndriçimin publik, për shkollat, mirëmbajtjen e shkollave, për pastërtinë në qytet, për ujin në ndërtesat të cilat menaxhohen nga komuna. Do të thonë, sinqerisht, kryetarët e komunave janë jashtëzakonisht të brengosur se nëse ky trend vazhdon, ata do të jenë para kollapsit financiar. Viteve të kaluara u tha se kanë mundur komunat pra të mblidhen, të bëjnë rishikim, të vendosin ku dhe si i marrin parat, pra i marrin nga investimet kapitale apo siç po thoni nga mallra dhe shërbime, si vjet se sari i ka marrë vetë pa i pyetur ata. Po, jo vetëm këtë vit, po edhe vitin e kaluar i ka marrën pa i pyet komunat. Mirë po në takimin e fundit cilën e kemi pas, ku drejtorët komunal të buxhetit dhe zyrtarët kryesor financiar kanë pas mundësi se të takohen drejt për drejt me drejtorin e buxhetit dhe tesorit të shtetit, jemi dakorduar që spaku komunat të pyeten se ku do i miren ato mjete financiare, që mos ndodh që t'i miren nga mjetet cilat janë të
cilat janë duke ju investuar në për komuna. Do në thonë nëse është zëtuar dhe është nënshkruar kontrata me një operator ekonomik, mundësish mos të miren mjetet në ato vija bugjetore. Dhe po shpresojmë që thesari këtë zotim cilën edhe publikisht para drejtorëve komunal buxhetit do e mbaj dhe sfundmi çka mund të bëjë të i pyet komunat se ku do me të i marrë mjetet financiare. Në ndërkohë ne nuk e kemi aktive, kemi diskutuar bashkë edhe herën e kaluar kontratën kolektive tashmë ende. Natyrisht bashku kërkon nga Ministri i Riarsimit Zotri Qeku që ta nënshkruajat, por të paktën për një periudhë komunat do të jenë të qeta sa i përket këtyre padive, por natyrisht që me vonesat në gjykata këto janë lënë të vjetra, pra nuk janë lënë të këtij viti ose vitit të kaluar. Jo, kontrata kolektive është shkputur para disa viteve. Mirë po, para 2 viteve, Gjykata Supreme ka dalë me një mendim juridik, ku mësimdhënësit duhet të kompenzohen për normën e inflacionit dhe gradimet e tyre ndër vite. Dhe kjo është tash ajo kosteja cilën komunat janë duke e paguar. Neve po shpresojmë që ato do të mbarojnë, kemi shpresuar që këtë vit trendi do t'jetë më i ulët, po shihet që në fillim të vitit nuk është trendi i mirë. Neve, e thash, nuk jemi kundër kontratës kolektive. Sindikatat shka nënshkruajnë me nivelin qendror, ata të nënshkruajnë dokumentet të tilla, por jo që barën financiare ta mbajnë komunat e Republikës Kosovës, se që është për neve më e rëndësishme. Ju keni dërguar një ndërhyrje urgjente të qeverisë, keni dërguar letër kërkesë atje për këtë çështje? Po si jo, kemi pas edhe takime edhe vitin e kaluar jo, për shkak të situatës politike në nivel qendror, mirë po në vitin 2024 në fund me inicimin ton e kemi pas edhe një takim me kryeministrin Kurti, me ministrin Murati, ku nuk ka dal asnjë zgjidhje nga ai takim, jo vetëm nga ai takim, po edhe disa takime të cilat paraprakisht janë mbajtur, është diskutuar, janë ngritur shqetësimet e komunave, mirë po niveli qendror e ka konstatuar që këto kontrata janë të jashtëligjshme. Në atë kohë, tash gjykatat tona po thonë që janë të ligjshme, niveli qendror, qeveria përkatësisht ministri Murati thotë që janë të jashtëligjshme, mirë po nëse janë të jashtëligjshme, pse po i ekzekuton Ministria e Financave këto lanë cilat po shkojnë nga përmbaruesit. Do të thonë po kemi kontradikt në qëndrimet e nivelit qendror sa i përket kontratës kolektive dhe zgjidhja është shumë e lehtë, Raimonda. Barën financiare duhet me marrën ai që e ka nënshkruar kontratën kolektive dhe mos t'i dëmtoj komunat në këtë aspekt. Mund ta hap një vijë buxhetore në nivel qendror për mburimin e kostos nga kontrata kolektive, kështu që komunat në atë rast do të ishin të qeta. Ndër të tjera ju keni thënë që rrezikohen shumë çështje, pra i përmendëm në investimet kapitale, por një prej çështjeve që rrezikohen do të ndalen shërbimet bazike, subvencionet për qytetar dhe komuna do të hyjnë në një kolaps të plot financiar. Do të thonë unë e thash që përveç investimeve kapitale, ka përqindja më e madhe e marrjes së mjeteve financiare, komunat preken në madra dhe shërbime, shpenzime komunale, subvencione dhe transfere, do të thonë subvencione dhe transfere. Tash komunat pak kanë buxhet, po me atë pak buxhet kanë menduar që është mirë të përkrahen student, të përkrahen bujqit, edhe të ketë përkraje edhe shoqata tjera, cilat miren me çështje të ndryshme, në disa raste për ta përkrah komunitetin në atë komunë, do thonë po kemi varfrim të buxhetit të komunave. Shikoni Raimonda. Vitin e kaluar, në vitin 2025, në krahasim me vitin 2024, është rrit buxheti i komunave rreth 23 deri 24 milion euro. Do thonë edhe ka qenë një mburrje qeverisë që e rritëm na buxhetin për komuna. Tash, nga ato 24 milion euro, mbi 15 milion euro kanë shkuar për paga dhe mëditje, sepse është ngritur në atë kohë nëse të kujtohet koeficienti i pagave. Dhe ato normal që nuk janë për investime kapitale. Do të thonë, sa ka qenë i ngritur buxheti për investime kapitale, subvencione, madra dhe shërbime tjera, ka qenë, do të thonë, 8-9 milion euro. Në anën tjetër, komunave ju kanë marrë, do të thonë, mbi 126 milion euro. E çfarë ngritje është e buxhetit kjo për komuna? Do të thonë, paramendoni 126 milion euro me 8 milion euro ngritje, do të thonë komunat janë dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Për ta zgjidhur këtë problem është lehtë, niveli qendror e ka formulën cilën ja kemi propozuar, është shumë lehtë me parapo një vijë buxhetore, cilën po hezitojnë ta fusin në buxhetin e Republikës Kosovës, jo vetëm për këtë vit, po edhe vitin e kaluar, dhe po i kemi këto pasoja.
Disa kryetarë të komunave janë atë shumë të zhgënjyer që mendojnë që komunat... Por në veçanti, komunat e vogla kanë, besoj, më problem se kanë më pak buxhet, sepse 2.8 milion euro në Rahovec janë shumë e rëndësi, natyrisht në Prishtinë është çështje tjetër, ka buxhet më shumë dhe nuk e prek, ose në Deçan ishte vlera shumë e lartë, pra nuk e di sa është buxheti total i Deçanit. Në Gjako, për shembull 817.000 euro. Klina mbi 600.000 euro. Por a dihet sa është buxheti për investime kapitale në këto komuna, apo nuk i ke? Po në total vitin e kaluar, thash i ka qenë në rreth 246 milion euro, tash hajt mundet më shtuar. 100.000 kanë shkuar në gjykata. Po, jo, prej këtyre kanë shku, domethënë në rreth 34 milion euro, nga 126 milion euro. Mirë po, në total, për investime kapitale vitin e kaluar, për komuna ka qenë 246 milion euro, ta shtoja edhe 5-6 milion, 10 milion euro, dhe më thonë që nuk është në ndonjë ngritje e jashtëzakonshme, sepse ngritja e buxhetit për komuna shkon në bazë të ngritjes së buxhetit të Republikës Kosovës. Dhe më thonë, nëse vitin e kaluar ka qenë, për marrë shembull, 3 miliardë e gjys, atëherë shkon rreth 10% buxheti në komuna, do të thonë rreth 350 milion euro, po themi aty. Nëse është 4 miliardë, shkon rreth 400 milion euro, ku nga i 350 milion euro kanë shku, do të thonë rreth 246 milion. Cilat komuna kanë më problem, apo është në të gjitha njëjta? Pra e thamë dje, ne folëm këtu me kryetarin Latifi, Rahoveci, që ishte shumë problem, sepse i shkon gjysma e buxhetit të investimeve kapitale. E ju e përmendët Prizrenin, që Prizreni më pas ka marrë masa edhe të padis për mbaruesin që i ka marrë parat, cila tjera? Po ka, tash për këtë 3 mujorin e parë unë i kom shënimet për këto komuna, po për vitin e kaluar i kom qëta komunave. Për këtë 3 mujor të flasim? Për këtë 3 mujor, do me thonën, tash Lipjanit ju kanë marrë mbi 571.000 euro. Po Dojevës mbi 501.000 euro. Prishtinës 1.614.000, Prizrenit 12.308.000, Rahovecit 2.810.000. Se ka të shumë në Prizren? Ka pas më shumë lëndë? Apo kjo çështja e ndarjes? Kjo është, do më thonën, këto mjete financiare ju kanë marrë për vendimet për mbarimore të muajit janar të këtij viti. Do të thonën që ka mundësi që lëndë kanë qenë të vitit kaluar. Do të thonë tash trendi, se unë po them kjo shumë mbi 31 milion euro, është marrë për lëndët për mbarimore të muajit janar. Do të thonë shkurt mars tash shkon, shpresojmë të shkoj të poshtë, mirë po trendi është që Lakoria po shkon të nalë. Dhe gjitha komunat pa marrë parasysh përkatësim politike, janë duke u ankuar për marrjen e mjeteve financiare nga kontratat kolektive dhe normal që zgjidhja kërkohet në nivelin qendror. Dhe po shpresojmë që niveli qendror një herë për gjithmonë duhet ta zgjidhë këtë problem. Se nuk po i mirë vetëm për investime kapitale, tash për madra shërbime, për subvencione e tjera e tjera. Na i përmend pra me që po thoni që kjo nuk është natyrisht çështje politike, sepse kontrata kolektive vlen në gjitha komunat, sa janë marrë komunave që udhhiqen nga vetvendosje, për shembull Podujevën, Shtimën, Podujevën këtë vit, do më thonë ta mbi 500.000 euro. Vitin e kaluar, për shembull Fush Kosovës, nga investimet kapitale ju kanë marrë rreth 2 milion euro. Obilicit ju kanë marrën rreth 1 milion e gjys nga investimet kapitale. Pastaj kemi komunën e Shtimes, ju kanë marrë nga madrat dhe shërbimet rreth 190.000 euro, nga subvencionet 150.000 euro dhe nga investimet kapitale rreth 390.000 euro. Malisheva, Deçani, në tonën, veç duesh me mprit Rajmon pak se... Jo, s'ka problem, natyrisht, sepse kështë që i keni 39 komunate. Cilat qeverisen nga lëvizja vetvendosje. Po, trendi që ka i njëjtë, krahasuar me buxhetin dhe numrin e banorëve që kanë, jam prekur njëjtë. Po, njëjtë në të kuptimin, mirë po, une po tam nëse jam merë për shembull komunës së Anit e Lezit, 500.000 euro është jashtëzakonisht shumë, për një komunë të vogël si Ani e Lezit, nëse jam merë komunës së Jonikut 500.000 euro, do më thotë mund të jetë barazvleshme me një komunë kushtimisht të fuqishme financiarisht Prishtinës me 5 milion euro. Po, do thonë se aty nuk ka mjete shumë financiare për investime kapitale, apo për madra dhe shërbime. Kemi pas vitin e kaluar komuna Vushtris, është anguar që nuk ka mjete financiare për ta paguar rrymën, e cila shfrytëzohet për ndriçim publik, apo edhe në për objekte cilat janë menaxhohen nga komunat.
Faleminderit shumë, po shpresojmë që kjo çështje të zgjidhet, sepse vazhdimisht të gjithë thanë kohën për të dhe në këtë rast parat e qytetarëve të mbesin tek qytetarët në investime dhe jo në, siç thatë ju, në xhepat e përmbaruesve dhe avokatëve. Një përqindje zakonisht e lartë. Faleminderit shumë Raimonda, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë. Në ndërkohë ne do të flasim pas pak në këtë studio e presim njëri nga klubi prej astronomëve të Prishtinës, të Kosovës në fakt, por që ndodhen në Prishtinë, observatorin e Prishtinës, por fillimisht do t'i shohim pamjet e para kur Artemis 2